Muaji tetor është njëkohësisht muaji i ndërgjegjësimit për sindromën Down dhe në kuadër të këtij muaji, organizata Down Syndrome Kosova ka lansuar fushatën Çka po bën për neve. Shoqata Down Syndrome Kosova i ka 5 qendra ku ofron shërbime për mbi 300 persona, por shpëtuese është mosqëndrueshmëria financiare. Është një bisedë që realizon kolegja Afërdita Duraku me një zyrtare të Down Syndrome Kosovës, pikërisht për këtë fushatë sensibilizuese për personat me sindromin Down, të quajtur Çka po bën për neve. Çka po bën për neve? Pra, kjo që dëgjua tani është shkas që ne sot vizituam qendrën e sindromës Down këtu në Prishtinë, e ku do të flasim pra për këtë fushatë sensibilizuese, çka po bën ti për neve. Fillimisht mirë se erdhet në ambientin tonë të punës, në organizatën Down Syndrome Kosova në qendrën e Prishtinë. Po, dje është lansuar fushata Çka po bën për neve në nder të muajit të ndërgjegjësimit për sindromën Down. Kjo fushatë ka për qëllim të bëjë thirrje gjithë qytetarëve, institucioneve, qoftë publike apo private, që të japin kontributin e tyre duke ndihmuar të ofrohen shërbimet dhe duke ndihmuar të ofrohet stabilitet financiar dhe qëndrueshmëri për ofrimin e shërbimeve sociale dhe shërbimeve terapeutike që ofrohen për personat me sindromën Down në organizatën Down Syndrome Kosova. Çka po bën për neve? Pikërisht me moton Çka po bën për neve, lansojmë fushatën në kuadër të muajit tetor, tetori muaji i ndërgjegjësimit për sindromën Down. Fushata do të zhvillohet, në platformat online të organizatës Down Syndrome Kosova. Dhe gjithë institucionet, gjithë qytetarët, gjitha bizneset mund të bëjnë ndihmën apo kontributin e tyre, pra fillimisht duke shpërndarë në rrjetet e tyre sociale fushatën dhe motën që e ka fushata këtë vit, po ashtu duke kontribuar në linkun GoFundMe apo edhe në llogaritë bankare të shoqatës. Kur themi fushata, gjithmonë, me që jemi në fazën e fushatës, na shkon mendje tek fushata parazgjedhore, edhe sigurisht që kjo është adresuar edhe tek kandidatët të cilët pra garojnë për qeverisje lokale, dhe sigurisht dëshironi që kjo kërkesë të shkojë edhe në veshën e tyre, apo të jetë pjesë e premtimeve reale që do të mund të zbatohen pasi të marrin detyrën e tyre. Patjetër, me që fushata ka rastis të jetë në kohë fushatës zgjedhore dhe në kohë të zgjedhjeve komunale, ne u bëjmë thirrje dhe gjithë kandidatëve për kryetar komunash dhe kandidatëve për asamblesë që të japin kontributin e tyre dhe të zbatohen dhe të qëndrojnë brapa premtimeve të tyre, thjesht të ofrohen të drejtat e personave me sindromën Down. E drejtë e tyre është të marrja shërbimeve që janë shumë jetike, janë shumë qendrore për personat me sindromën Down. Ne po flasim për shërbimet, çfarë shërbime ofrohen? Dhe sa është numri i përfituesve? DSK-ja operon në 5 qendra, jemi në Prishtinë, në Ferizaj, në Prizren, Gjilan dhe Mitrovic. Vetëm në qendrën në Prishtinë kemi rreth 100 përfitues aktiv të shërbimeve terapeutike dhe shërbimeve sociale. Në Down Syndrome Kosova ofrohen 2 programe, është programi intervenimit dhe edukimit të hershëm, ku marrin shërbim fëmijët prej 0 deri në 12 vjeç, është programi për autonomi dhe aftësim profesional, ku marrin shërbim për adoleshentët dhe të rriturit. Pra në të 2 programet shënojmë rreth 100 përfitues aktiv vetëm në qendrën në Prishtinë. Pra ju ofroni shërbime, por këto shërbime a ofrohen për të gjitha nevojat e përfituesve apo ka nevojë edhe për më shumë se kaq? Ne me ofrimin e shërbimeve tentojmë çdo herë që të mbulojmë të gjitha nevojat e përfituesve. Mirë po me raste, pikërisht kjo është arsyeja pse po bëhen fushata të tilla, sensibilizuese dhe thirrje të tilla, për shkak që ne të arrijmë që të mbulojmë kërkesat dhe nevojat e gjithë përfituesve. Ne ofrojmë shërbime për personat me sindromën Down, mirë po tentojmë çdo herë që të mos kemi fare listë pritjes, dhe që secilit person që drejtohet te organizata Down Syndrome Kosova t'i jepet mundësia që të përfitojë dhe të marrë shërbimet e nevojshme. Po të kishit një qëndrueshmëri financiare, pra do të ishin këto shërbime edhe më të shumta? Patjetër, mos qëndrueshmëria financiare tek ne rrezikon shumë ofrimin e shërbimeve. Po të ishte një stabilitet financiare ideale që ne po e kërkojmë, ne do të mund të shtonim numrin e seancave terapeutike, gjë që do të ishte shumë e nevojshme për anëtarët e organizatës Down Syndrome Kosova. Do të mund të rritet pra numri i seancave terapeutike dhe seancave sociale mbështetëse që ata marrin. Për ndryshe ne mbrapa kemi shumë punime, sigurisht janë të punuara nga duart
e fëmijëve me sindromën Down që gjithmonë janë kështu kaq të mira. Po, aktualisht jemi në klasën e pikturave, ku mbajmë aktivitete të ndryshme bashkë me antarë, bashkarisht. Pikturat janë shumica të punuar nga antarët e rritur me sindromën Down, në bashkëpunim me qoftë me stafin profesional apo me ndihmën e praktikantëve dhe vullnetarëve. Janë shumë piktura të bukura, kjo është klasa që ne shfrytëzojmë për aktivitete të ndryshme, klasa e pikturës. Riada, pra kur flasim për shërbime, nuk kupton vetëm shërbime profesionale. Pra, edhe për këto pra duhen mjete financiare për siguruar ngjyrën, letrën, edhe këto mjedis mirëmbajtja, ka shumë nevoja mbase shoqata. Shoqata ka shumë nevoja dhe për të ofruar, siç e thatë edhe ju, një shërbim i mirëfillt, neve na duhen financat janë ato që të bëjnë me çu përpara organizatën edhe thjesht të bëjnë me ofru sa më të mirëfillt dhe sa më formën më të mirë të mundshme çdo shërbim që DSK-ja ofron. Siç e thatë, përveç shërbimeve terapeutike, përveç seancave mbështetëse, ne kemi edhe ambiente ku tentojmë që të shfrytëzojmë për atraksione të ndryshme. Përveç këtij ambienti, ne kemi edhe punëtorinë e kartolinave ku vetë personat me sindromën Down punojnë kartolina të ndryshme dhe edhe ndihmojnë në gjenerimin e të ardhunave dhe në stabilitetin financiar. Mirë, pa gjitha këto po janë të pamjaftueshme për të ofruar, për të mbuluar të gjitha shërbimet në të gjitha qendrat e Down Syndrom Kosovës. Down Syndrom Kosova nuk ndalet së përpjekuri për të grumbulluar financa që shërbimet sigurisht jenë sa më të mira, korrekte dhe sa më të përfshira. Jo, Down Syndrom Kosova nuk do të ndalet asnjëherë së përpjekuri, nuk do të ndalet asnjëherë duke lëbuar për të arritur këtë qëndrueshmëri financiare. Ne dëshirojmë që të jemi sa më larg dhe mos të vim fare madje te mbyllja e shërbimeve dhe mbyllja e organizatës, me faktin se duke ditur se kemi përfitues, pra siç e cekëm dhe rreth 300 përfitues në të gjitha qendrat, automatikisht me mbylljen e organizatës dhe me mbylljen e këtyre shërbimeve dhe rrezikojnë që 300 persona të mbesin pa shërbime të nevojshme terapeutike dhe sociale që atyre u duhen. Dhe këto shërbime ofrohen vetëm për fëmijë, apo edhe për të rinj, për të rritur? Jo, këto shërbime ofrohen edhe për fëmijët, edhe për të rinjët, të rritur dhe adoleshentët e organizatës Down Syndrom Kosova, pra DSK-ja është një avokuese shumë e mire të drejtave për personat me sindromën Down dhe jo vetëm për personat me sindromën Down, por për aftësinë e kufizuar në përgjithësi. Duke mos pasur një qëndrueshmëri financiare, rrezikon vërtet të mbyllet mbase qendra jo komplet, por shërbimet mbase të zvoglohen të minimale. Patjetër, fillon duke rrezikuar dhe pra duke u minimalizuar shërbimet, të frimi i shërbimeve. Mirë, po ne jemi shumë shpresojmë shumë që me anë të fushatës edhe me këtë muaj fushatat vlen ceka që do të zgjasë deri në muajin dhjetor, duke u bërë thirrjeve institucioneve vendore, institucioneve publike, të gjithë qytetarëve, të japin kontributin e tyre dhe tani e kanë kur më shumë më të lehtë se tani që të japin ndihmën e tyre në organizatën Down Syndrom Kosova dhe të ndihmojnë pikërisht në ofrimin e këtyre shërbimeve të nevojshme dhe shumë qendrore për personat me sindromën Down. Po konkretisht, Riada, po na tregon se si mund të ndihmojnë gjithë ata që janë vullnet mirë për të ndihmuar, jo vetëm për të shpërndarë. Të gjithë vullnet mirët, pra duke filluar me shpërndarje në rrjetet sociale, mund të ndihmojnë duke kontribuar në linkun GoFundMe apo në xhirollogarin bankare të organizatës të shoqatës Down Syndrom Kosova, e këto të dyja mund të i gjejnë në rrjetet sociale, qoftë në Facebook apo në Instagramin e shoqatës. Dhe është e vështirë që gjithmonë pra të veprohet duke kërkuar për të grumbulluar mjete financiare? Ne po tentojmë që mos me u lodhë dhe mos me u dorëzu prej kësaj pjese, për shkak se po e dim që jemi të kërku diçka shumë bazike dhe të drejta primare për komunitetin e persona me sindromën Down. Shpresojmë shumë që po shkojmë drejt përmirësime dhe do të shkojmë duke në paraqitjet tona tjera televizive, vetëm duke prezantuar storjet tona të suksesit e jo duke kërkuar ndoshta më nevojat edhe këto ndihmën për kërkesat bazike për personat me sindromën Down. Fushata, çka po bën për neve? Fton të gjithë qytetarët, institucionet publike dhe private të kontribuojnë financiarisht në qëndrueshmërinë dhe ngritjen e fondeve për shërbimet terapeutike dhe sociale për personat me sindromën Down. A do t'ishte nevojshme që të mos keni këtë breng, jo vetëm ju si staf, por edhe vetë personat që përfitojnë nga shërbimet?
Patjetër, realisht kjo është arsyeja që ne pikërisht këtë herë po drejtohemi edhe drejt kandidatëve për kryetar komunas që të japin ndihmën e tyre dhe të japin kontributin e tyre që vlen cekët që këtë breng për ndoshta rrezikimin e shërbimeve apo për mbylljen e shërbimeve nuk e bartin vetëm ne si organizat, këtu hynë siç e thatë edhe jo pikërisht edhe vetë përfituesit, familjarët, prindrit, andaj duhet shpresojmë shumë që të shkojmë drejt përfundimit tyre problemeve dhe të arrihet stabiliteti financiar i nevojshëm dhe qëndrueshmëria financiare për ofrimin e shërbimeve. Me qenë se jemi në prag të zgjedhjeve komunale, ftojmë të gjithë kandidatët për kryetar të komunave dhe të gjithë kandidatët për asamblesë në asamblet komunale të bashkohen kësaj iniciative duke kontribuar financiarisht përmes linkut GoFundMe apo përmes numrit në llogarinë bankare të shoqatës Down Syndrome Kosova. Këto ditë të para të fushatës, ka pasur vullnet mirë që kanë kontribuar kënaqshëm? Po, jemi në ende shumë herët, ende në fillim të hapjes së fushatës, po, ka pas, kemi pa që qoftë në rrjetet sociale, apo kemi pa që kanë fillu të japin qytetarët kontributin e tyre, andaj bëjmë thirrje dhe shpresojmë që të gjithë na bashkohen dhe të japin kontributin aq sa ata e mendojnë dhe të japin pikërisht ndihmën e tyre për organizatën. Ryada, zhvillimit në Kosovë që po ndodhin, a janë një arsye më shumë që mbase kjo fushat është më serioze si çdo herë tjetër në kuadër të sensibilizimit të shoqërisë, por edhe të institucioneve për të ndihmuar shoqatën Down Syndrome Kosova? Patjetër, nga zhvillimet e fundit në Kosovë, patjetër që edhe organizata Down Syndrome Kosova i kanë këto zhvillime impaktin e tyre duke u bazuar dhe duke theksuar që kemi funksionuar me anë të fondeve të ndryshme, me anë të projekteve të ndryshme. Me mbylljen e shumë organizatave ndërkombëtare është vritë ndikimi edhe tek organizata jonë. E kjo pra ka qenë ndoshta një ndër arsyet kryesore pse më shumë se kurdoherë këtë herë është bërë thirrja për të ndihmën e stabilitetit financiar dhe qëndrueshmërisë së fondeve. Nga përvojat e kaluara, kanë ndihmuar institucionet dhe gjithë shoqëria? Po, Down Syndrome Kosova ka shumë meq, çdo herë shohim që kemi shumë meq të kauzave tona. Mirë po, zakonisht mujmë ndoshta teksen pak më të veçantë me tregu që tek institucionet private, në këtë rast shembull për punësimin e personave me sindromën Down që është drejt e garantuar me ligj, ne dyert i kemi më të hapura nga institucionet private në raport me ato shtetërore. Shpresojmë shumë që këtë herë shkojmë drejt të ndryshimeve dhe drejt asaj që të arrijmë idealen për personat me sindromën Down. Faleminderit shumë Riada Stanolsi, për ndryshe edhe Radio Televizioni 21 është mik i kësaj shoqate dhe s'na mbetet tjetër veç edhe ne t'ju falim dashuri duke përkrahur në mundësitë e secilit prej nesh. Faleminderit shumë.